2 herë kam qenë në spital, dhe më thonë ma ka marrë komen, ma ka marrë dorën, gjysën e kokës, më ka i trupi, është ndër këto sëmundjet, fazat e fundit që e quajshin artritis seronegativ, dhe më thonë ndër sëmundjet, filloj edhe copat e trupit, dhe më thonë më lëndu, më bëa krejt shtu danka, edhe është, dhe më thonë është kallim jeqash në dhaja, sa unë e 5 vjetë s'kom flajt as 3 orë gjumë si banë. Dhe më thonë mas ndikon as një antibiotik, as një kur gjo heq. Dhe më thonë këtë dore në kom pas të marrë në këtë komen edhe këtë pjesën knena. Edhe normalisht edhe tash kur i shoh videot që i kom inqizdu, të shkon pa goja shtram, pak ashtu, qofa, edhe fjallët nuk i thekson bashmir vetë se nuk mundesh me legjiku edhe drejt kur je smut, po besa dhe njerëz tjerë nuk mujnë me të kuptu. Shumica thonë se që shko ka ba, jo se pret akshami, jo se pret se që sabahi, do më thanë, ndëgjon edhe shumë fjalë negative për poshtë asaj pozitives. Mirë po, unë thamë vetëm puna është ajo që ta shëron shpirtin, është ajo që ti i ki disa centa në buxhetin tënë edhe mundesh me ba me to që ka donë. Tash sa do që e ki për kraje, familjen, kanë qenë fëmijët e mi shumë të rinë atë kohë, kur ka ndodhë dhe gjitha kjo njëna vajza në klasën e 8, djalin 7, edhe ndihma ka qenë shumë a vogël, sot është me shkomentës herët në punë, dhe jetë një moment hu vetë, shpi burri në punë, jetë hu vetë. Kur jetë hu vetë, është që s'po mundesh as me pi ujë vetë, as me hongër bukë, atëherë duhet me botë diçka. Edhe koma durës, qohesh edhe banë. Nëse vdje, po mjenë shumë mirë që sot jeni mirë me shëndet, po ju uroj shëndet jetë të gjatë, edhe që po e vazhdojni punën dhe pasionin tuaj se e përket punimeve artizanale. Ishte shumë kënaqësi t'ju kemi sot në studion e fundjavës. Shumë i faleminderit për ftesën, për kontributin që pe jep Radio Dogaxhini, për veshjet kombëtare, për traditat, për ruajtjen e traditave ndër breza në Kosovë.